Si të veprojmë nëse jemi të prekur nga magjia dhe nuk kemi mundësi të shkojmë tek hoxha apo rekebërsi për arsye se jemi larg Allahut të shpëlet me të mirat e tij. A më ndhyve gjithashtu. Nëse ndonkush është i prekur për magjisë, lësë Allahu azza wa jall së pari ta shëron, nëse nuk ka mundësi të shkon tek hoxha apo rekebërsi për ta hekur magjin, atëherë ky person duhet të kalon në 6 etapa. Etapën e parë kanë thënë dietarët, duhet të rri gati namazit, të fal 5 kohë namazit. Etapa e dytë, para se të shkon të flen, të merr abdes, ta këndon ajetin kursi dhe të bën në anën e djathtë me fletën dhe të thojë dhikrin i cili është para xhamit. Etapa e tretë kanë thonë ta bëja dhikrin e mëngjesit dhe dhikrin e mbrëmjes. Etapa e katërt kanë thonë dietarët ta këndoje çdo një orë në ditë, domethënë ajetin kursi. Nëse nuk ka mundësi ta këndon një orë në ditë ajetin kursi, më pak ta kanë thonë dietarët të ndon dëgjuesit dhe ta ndëgjon. E pesta kanë thonë dietarët në çdo 3 ditë në atë shtëpi të këndohet Surja Al-Bakara. Nëse nuk ka mundësi që të këndon, më pakta ta ndëgjon ato. E gjashta dhe e fundit të këndohet një orë në ditë surat Ikhlas, Falak edhe Nas. Nëse nuk ka mundësi të këndon, më pakta të ndëgjon ato dhe vazhdon kanë thonë dietarët këtë ritëm derisa të prishet magjia dhe të letohet Allahu e di më së miri.